Dikush 5 Ramazana, dikush për herë të parë, dikush nga 20, nga 30, edhe ne vallaj goxha bom. Do mbi 50 Ramazana. Në një kohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam agjeroi gjithsej në Ramazana, se ashtu i takojmë. Besoj se jeni knaq me muajin e madhrueshëm të Ramazanit. Keni përfitu nga muaji i madhrueshëm i Ramazanit dhe besoj se jeni ngrejt moralisht dhe shpirtërisht. Unë kisha për t'ju pyet si u la muaji i Ramazanit. Dhe me thonë, a ndryshot në i qikë në vetët juja? Sot që është dita e pare Shevalit, muaj tjetër të hanës, a keni ndryshim vetët tuaj? A mendoni se edhe familjet e juja flasin për ju? Elhamdulillah, sa ndryshoi ky njeri që agjeroi Ramazanin. Pse nëse vëm pak më herët, Allahu xhelle xhelaluhu tha la'allakum tattaqun. Ja u kam bë obligim këtë muaj që ta agjeroni, edhe qëllimi juaj, qëllimi jonë është që ju të rriteni, të bëheni më të mirë. Pra kërkohet domosdoshmërisht që të ndryshosh.